Ti thot ju... Sigur se që vetëvendosja e ka një janin, ta është propozim. Të gjitha këto me i posë gatshme, dhe ditën që e propozon këtë qoftë, të vishja voton edhe jetës për para. Problemi është se këta nuk kanë marrëveshje. Po dhe këta nuk kanë marrëveshje asë për qëto që i ka shkru zoti Adriqiku. Zoti Sidiu po thotë janë panu vesh ka për vetur kështu, peng. Dhe tash jemi në një situatë, kur para se me komuniku kështu me letra, LDK-ja i ka dhonë 2 premtime publike, në kallëzim penal kundër Albin Kurtit edhe qeveritarve në prokurori, që nuk e ka bo ende. Të e shkru. Jo, pra më zoti Aziri nuk dha në i farë shprejse që që na imi për... kanë me dërgu. Për një dit ja u shkru në kallëzimin penal. Jam i bimë. Kom pash një dit, po? Mirë, 2 dit. Tash e 2 javë janë duke folë. 3 javë. Tash një dit. Ma pak se një dit shkru. Në konferencë, a dit kur u miratu raporti për këti Komisionit për verifikim të korumit dhe të mandateve, ne atë dëllëm konferencë, dërgum një letër një format të dërheqjes se qysh do të me dhonë, sepse edhe ne një statet dhe i kushtetutës, edhe tek ligji për ndalim të konfliktit të interesit, për momentin të betimit, ti në guzëm e ushtru një pozicion tjetër. Dhe prej ati, prej 19 prillit, ti ki 2 ushtrimet, 2 mandatet, 2 funksionet duke i ushtru. Kallëzimi penal nuk do të duhet bën atë që premtoi LDK. Nuk e di pse s'po, nuk është punë e madhe me shkruan kallëzim penal për çet ushtrim të mandatet. Edhe në fjalit fundit e po ata, Naimi është jurist e din shumë mirë këtë punë. A ekziston mundësia që këto parti me çu rastin gjykatë kushtetuese, që me i dhon zgjidhje, me i dhon udhë edhe kur bllokohet procesi zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Pra, janë disa pika të cilat duhet mi u dhënë ti përgjigje paraprakisht derisa mrin këto. Sepse duke mrin në këtë pikë të komunikimit me letra me Albin Kurtin, ti përja amniston të gjitha veprimet arbitrare që është të i ushtru zoti Kurti nga 19 prilli. Po, edhe nëse është deklaratën e Ekmit e Bajramit, a e ka thonë mrena 2 ditëve. Deklarata e parë ka qenë mrena 2 ditëve do ta bëjmë kallëzimin penal. Vetëm atë pat zoti Gashi tha që nuk pajtohem, ose diçka kështu. Po dhe ka mos pajtime po. Që mrena që ose mos më dërguën, është për shkak të mos pajtimeve. Po mirë, edhe nuk kanë thënë, nuk e kanë bërë me dije. S'do ta dërgojnë. Me himel vetëvendosin. Ja ski. Ja forën këto të arsyeja pse ata po kërkojnë vot fshet për Albulena Azhiun është në shpresë që voton lista serbe, le t'i lënë këto fore që po dojnë me votu LDK-ja për edhe lista serbe në kuvend. Jo, se janë edhe ata. A po thushim rana LDK-s nuk ka asnjë person. Jo. Me vot fshet po kalkulojmë listën serbe. Gashi e përmend këtu. Ka guxim krejt publikisht mi thon senet. Edhe kur pajtohet edhe kur s'pajtohet. Domethënë ka problem Arben Gashi. Së të kalumen ka votu edhe ka vepru kundër qëndrimit të partisë politike, përkatësisht na kujtohet rasti me Hashim Thaqin, që është njëri prej atyne që nuk e ka votuar as qeverinë e Isa Mustafës. Ai nuk e ka këtë problem. Të puna e votës që po dojnë këta jashtë procedurave, sepse ka nisë një procedurë e hapun, do të me vazhdu e hapun, ose rinis një procedurë. Sot Murati tha, Merci në Gjermani u votua me procedurë fsheu. Cili e Murati? Si del e Koran Murati, mu televizorin bëm bzzz. Deputeti Murati. Kjo kuadër. është një ndër njerëz më të votuar në Kosovë. Mos zëmo keq për këtë vend ku ekonomia Bundestagu Gjerman sapo votoi për kancelarin Fredri Merz. Votimi i fshet është formë demokratike për shprehje të vullnetit lirë të deputetëve dhe do të mundson të zhvillen e ngërshme. Merzi me ata mas për konstituim kuvendit dhe teknik. Jo, a kish fol me ata të tjerë mas seancës? Ka fol, a? U marr vesh me opozitën. Para se më shti. Po mirë, kjo një fakt i parancishëm në këtë diskutim. A dhe nga shkrujnë atë që kena qefa. Nëse zoti Abdiziku sot do t'i thoshte zotit Kurti, po ullëm të bisedojmë, sot ndoshta do të mund të bisedojnë. Shtu që e kam bërë hapin edhe vetëvendosje. Që e kanë? E kam bërë hapin, e kam ftuar LDK-n e janë i të bëjmë koalicion. O mëra veç po flasë për status votim të fshet. Atë koalicionin që nuk do të zgjas as 5 ora, po? Po mirë, nuk zati as 5 minuta pas përgjigje se zotit Abdiziku Sulmi që ju bë, për sërish nuk mund t'ja mohojnë faktit që zoti Kurti ka dërguar 3 letra LDK-s. Për bes Adriatik, më serioze është ajo kosa e Nezir Krakit, se statusi Hekuran Muratit. Kush është? Po i kështë e qita e një status. Po, të kosit dhe me kapden që po pënoj diçka une. Po edhe kjo dhe më... Po e lezeshme, që ato përdojmë, ajo ka ma shumë kuptim se kjo. Basi është këthyër... A i s'paku diçka ka punu.
Ky kur gjë. Edhe o koni i vetëmi që ka dolë më duke të në një debat me... Do më thonë,